Të nderuar drejtues të shërbimit zjarrfiks, civile, strukturave vendore dhe qendrore. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në këtë takim kaq të rëndësishëm, ku e kam kërkuar në një moment që kërkon vëmendje të shtuar në bashkëpunim maksimal nga të gjithë strukturat tona. Jemi në prag të sezonit veror. Të dhënat e viteve të fundit dëshmojnë se nuk janë temperatura vetëm të larta të thatësirës, ato që favorizojnë përhapjen e zjarreve. Në të shumtën e rasteve ato shkaktohen drejt për drejt nga veprimtaria e pakujdesshme ose edhe qëllimshme e dëmshme nga vetë njerëzit. Nuk mund të lejojmë që papërgjegjshmëria, pakujdesia apo dashakejësia e disa individëve të rrezikojnë qytetarët e vendit dhe toka të gjitha me hektar dhe metër për djegjen e tyre. Ato shkatrojnë sipërfaqe të tëra pyjore, pasuri publike e private, na vendosin ne gjithë forcave në vështirësi për të menaxhuar emergjencat, ku punonjësit e tyre punojnë me sakrificë çdo ditë. Për këtë arsye dua të jem shumë i qartë dhe kërkoj sot nga ju, në bashkëpunim shumë të ngushtë me Policinë e Shtetit, të ndërmerren masa të forta për identifikimin dhe ndëshkimin e çdo autori për zjarrvëniet e qëllimshme. Të hetohet çdo rast dhe të procedohet penalisht ndaj kujdo që me dashje apo nga pakujdesia shkakton një zjarr në mënyrë të qëllimshme. Asnjë rast nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi penale. Zjarri nuk është thjesht një fenomen natyror, është shpesh një akt kriminal i qëllimshëm. Të nderuar pjesëmarrës, dua t'ju bëj me dije se paralelisht po punojmë shumë ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe me Ministrinë e Mbrojtjes për të rritur kapacitetet tona për të menaxhuar këto zjarre dhe për të menaxhuar këto kriza. Ministria e Mbrojtjes është duke përfunduar të gjitha procedurat që mundsojnë vendosjen në dispozicion të mjeteve ajrore për të ndërhyrë me shpejtësi dhe efikasitet në zonat më të rrezikuara dhe zonat më të vështira për t'u aksesuar nëpërmjet tokës. Por përballë sfidave me zjarret, ne kemi nevojë më shumë për një reagim të qartë dhe të prerë. Duhet një parandalim i menjëhershëm. Për këtë na duhet bashkëpunim i ngushtë me të gjitha strukturat vendore të emergjencës, me njësitë administrative, prefekturat, kryepleqt, po ashtu dhe me shoqërinë civile. Të gjithë duhet të jenë të ndërgjegjshëm për rrezikun që shkaktohet nga zjarri. Dhe të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për rrezikun që paraqitet nga zjarrvënia e qëllimshme dhe për përgjegjësinë që kemi ne për ta parandaluar atë. Në këtë drejtim, ju ftoj që të forconi koordinimin ndërinstitucional në nivel vendor po ashtu dhe qendror. Të kryeni inspektime paraprake në zonat me risk të lartë dhe të rrisni gatishmërinë duke zbatuar planet lokale të emergjencave. Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Zjarrfikës do të sigurojë të gjithë mbështetjen institucionale për t'u pajisur me mjetet, informacionin dhe mbështetjen e nevojshme. Stacione të reja, si ky ku po zhvillojmë sot këtë aktivitet, këtu në Kino Studio, do të shtohen akoma më shumë. Mjetet e reja do të sigurohen përmes buxhetit të shtetit, fondeve, të bashkive apo donatorëve të ndryshëm. Këta të fundit janë prezent dhe dua të shpreh edhe një falënderim për kontributin e tyre për vlerën që ata japin këtij shërbimi. Shërbimi i zjarrfikës është një nga hallkat më të rëndësishme të mbrojtjes civile. Kontributi juaj është i pazëvendësueshëm dhe në emër të gjithë institucioneve të sigurisë dua të shpreh mirënjohjen time për punën tuaj dhe kontributin e pamohueshëm.
për përballjen në vit të parë me çdo emergjencë, shpesh në kushte të këqija dhe të vështira, ku juve ju a bën detyrën akoma dhe më të vështirë. Të angazhohemi sot që të jemi të përgatitur nesër, të parandalojmë përpara se na duhet të ndërhyjmë, le të bashkëpunojmë ngushtë, sepse vetëm të bashkuar mund të jemi efektiv në mbrojtjen e mjedisit. Ju falemderit shumë që ishit sot këtu dhe ju falenderoj shumë duke ju uruar punë të mbar dhe suksese në detyrën tuaj shumë fisnike. Përshëndetje gjithëve, i nderuar zoti ministri i Brendshëm, i nderuar zoti prefekti i Qarkut Tiranë, të nderuar kolegë të institucioneve qendrore, të nderuar drejtues të strukturave vendore, të nderuar kolegë zjarfikës. Me qëllim parandalimin e zjarrit gjatë sinës verës dhe minimizimin e dëmeve që lidhen me zjarret veçanërisht në hyje kullota, plantacione e peptari e tjerë, kërkohet që në bashkëpunim dhe bashkëveprim me strukturat përgjegjëse të merren të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e tyre. Në zbatim të detyrimeve të që rrjedhin nga ligji 139/2015 për veç qeverisjen vendore dhe të ligji 152/2015 për mbrojtjen nga zjarret e shpëtimin, për rritjen e sigurisë publike, ruajtjes dhe pronës, mjedisit, si risjellim në vëmendjen tuaj marrjen e masave të mbrojtjes nga zjarret e shpëtimin, duke filluar me përgatitjen e planeve të përbashkëta të masave, të organizimit takime koordinimin e punës midis strukturave operuese si Shërbimi Zjarfikës Vendor, Agjencinë Kombëtare Mbrojtjes Civile, Shërbimin Pujor, Agjencinë e Zonat Mbrojtura, Mbrojtjen Civile, Policinë e Shtetit, Policinë Bashkiake, si dhe njësitë administrative e tjerë. Organizimin e takimeve, bisedave apo publikimeve sensibilizuese me kryepleq, banor, përdorues të sipërfaqeve të pijore, të kullotave, pemtarisë e tjerë në sensibilizimin e tyre për rritjen dhe dëmet që vijnë nga zjarret, veçanërisht nga ato në pyje kullota, për njohen me ligjshmërinë e tyre, detyrimet dhe përgjegjësitë që ka gjithë secili, si dhe organizimin e punonjësve në këtë detyrë, dhe subjektet në rastet e ndërhyrjes kundër zjarrit. Ndjekjen e vazhdueshme të situatës, koordinimin e përhershëm me bashkifqinje për ndihmë të ndërsjellë midis bashkive, me forca mjete, me prefektin e Qarkut, me bashkërëndim me veprimet e forcave vendore dhe ato qendrore, sidomos me forcat e armatosura për ndihmë toksore dhe ato ajrore. Kompletimin dhe vënien në mbajtjen nga dishmëritë ato mjete zjarfikse, mjete e pajisë së shërbimit zjarfik, si dhe gjithë forcave e mjeteve që disponon bashkia dhe forcat e armatosura për ndihmë toksore dhe ajrore. Kompletimin e vën nga dishmëritë ato mjeteve, veçanërisht ato që ka vetë bashkia në administrim dhe përballimin e situatave të zjarreve masive, duke koordinuar ato me institucionet e tjera qendrore dhe vendore. Organizimin e sistemit të vërtetimit, informimit me pajisje dhe personel për konstatimin dhe informimin në kohë në shfaqjet e zjarrit. Marrjen e masave për kompletimin dhe mjetet e thjeshta për të mbrojtjes nga zjarri të njësive vullnetare strukturore operuese me pompa shpine fikse portative për përcaktimin dhe përdorimin e burimeve ujore, liçeneve, lumenve, lerave e tjerë. Përcaktohen vend furnizimit me ujë të mjeteve ajrore që mund të përdoren për shuajin e zjarreve. Marrjen e masave për hapjen e rrugëve të kalimit për lëvizjen e automjeteve dhe mjeteve të shuarjes së zjarrit. Krijimin e korridoreve për pengimin e përhapjes së zjarreve, organizimin për kryen e punime, përmirësime në pyje pastrime, krahasitje, rrallime e tjerë me qëllim kufizimin e përhapjes së zjarrit. Kryen e kontrolle, vënien e detyrave dhe marrjen e masave administrative për subjektet, institucionet dhe personat që nuk zbatojnë kërkesat dhe detyrimet ligjore për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. Për rritjen e gatishmërisë dhe të efektivitetit të ndërhyrjes operacionale, strukturat e shërbimit vendor të bashkisë duhet marrin këto masa. Të përgatisin plan masat, ku planizojnë dhe përcaktojnë rritjen nga dishmërisë shërbimit, koordinimin me bashkëpunim me strukturat e tjera operacionale aktive vullnetare për përballimin e situatës zjarrit. Planifikojnë grafik shërbime, duke i miratuar ato tek kryetari i bashkisë me përforcimin e personelit dhe në varësi të temperaturave dhe situatave që mund të krijohen gjatë sezonit veror dhe duke shtuar forcat të gatshme për përballimin e situatave të jashtëzakonshme. Të merren masat e nevojshme në rritjen e gatishmërisë së teknikës dhe mjeteve në dispozicion të stacioneve, duke kryer në kohë riparimet dhe shërbimet e nevojshme teknike. Të merren masat e nevojshme për sistemin e komunikimit, kompletimin me radio ndërlidhje dhe ato pajisje që kanë të bëjnë me komunikimin, zëngjirin komandues dhe shkëmbimin e shpejtë dhe
të saktë të informacioneve. Në çdo rast lëvizje të mjetet të forcave në zjarrin pyje, shkure kullota të merret masa që gatishmëria në zonat urbane të mos shënohet në asnjë rast. Të bashkëpunohet në mënyrë të veçantë me strukturat e policisë shtetit. Bashkëndimi të jetë intensiv i vazhdueshëm me informacion të ndërsjellët në drejtimin e masave të parandalimit të zjarrit, sidomos vendosja përpara përgjegjësisë penaleve të autorëve zjarrvënës. Për zona turistike, bregdetare, të planifikohet shërbim me automjete e personel zjarrfiks, sipas një plani të detajuar me qëllim dhe në bashkëpunim të ngushtë me njësitë administrative të zonës. Marrja e masave të sipërpërmendura para se të fillojë stina nxehtë e verës duhet të rrisë efikasitetin e strukturave vendore për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve në sipërfaqet pyjore nga rreziku i zjarrit. Planet e masave, shërbimet vendore të MZSH-s duhet miratohen nga kryetari i bashkisë dhe një kopje të dërgohet pranë drejtorisë përgjithshme të MZSH-s, tashmë një pjesë e mirë mbi 80% e strukturave e kanë dërguar. Vetëm për vitin 2024 do të përmend disa raste dhe zjarri që kemi pasur. Kemi evidentuar pra nga referuar indikatorëve të dërguar nga strukturat e shërbimeve vendore dhe 5018 raste zjarre pyje, kullote, shkure, ferra, të cilat kanë qenë raste të gjitha të përballuar me sukses nga shërbimet vendore. Totali ndërhyrje vetëm për zjarre nga këto që përmenda ka qenë 3981 raste. Ndërhyrje për shpëtim 854 raste, alarme falës kanë qenë 37 raste, nuk ka qenë e nevojshme ndërhyrja në 146 raste, pasi vetë vullnetarët dhe subjektet kanë vepruar duke shuar zjarret. Rastet problematike gjatë vitit 2024 i kemi pasur në zonën e Gjirokastres, kryesisht pra në fshatin Kardhiq, Kullotat, dhe shkure dhe ferrat, në Shëngjin, Tropoj, Has, në Elbasan, Darzez, Bashkin Mat, Pustec, Vlorë, Orikum, Selenic e tjerë. Vetëm për vitin 2025 kemi pasur deri në tani rreth 1775 raste të ndërhyrjeve operacionale, ku veprimtari parandaluese rreth 686 raste, inspektime 492 raste, nga këta zjarre, shkure, ferra, pyje, kullote kanë qenë rreth 250 raste të përballuara me sukses. Faleminderit. Nderuar Zoti Ministri i Brendshëm, nderuar prefekti i Tiranës, nderuar drejtori i përgjithshëm i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, të nderuar zjarrfikës, komandues dhe operues, ju falenderoj për këtë takim shumë të rëndësishëm në momentin dhe kohën dhe vendin e duhur. Si drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, një institucioni që ka përgjegjësinë e qeverisë për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, por edhe për koordinimin dhe ndërveprimin e gjitha institucioneve dhe strukturave në nivel kombëtar për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile gjen të rastit t'ju falenderoj për të gjithë angazhimin, kontributin dhe sakrificën që ju bëni në menaxhimin e këtyre fatkeqësive dhe në mënyrë të veçantë në menaxhimin e zjarreve në pyje dhe kullota. Në dokumentin e rëndësishëm të vlerësimit të rrezikut kombëtar, miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, por edhe në strategjinë kombëtare për zvoglimin e rrezikut, një nga fatkeqësitë natyrore cila ekspozon vendin tonë janë dhe zjarret masive në pyje, në kullota dhe në pemtari. Është bërë udhës të jemi që të gjithë në alert për gjithë kohën e verës. Është një periudhë e cila natyrisht, duke pasur parasysh edhe trendin në rritje të interesit të jashtëzakonshëm të turizmit në Shqipëri, përbën edhe çështjen më themelore të gjithë angazhimit të gjithë strukturave operacionale sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri. Viti 2024 ishte një nga vitet me masivitetin e zjarreve më të lartë thuajse në të gjitha vitet e tjera më parë. Pa dashur të hym detajeve në raportimin e sasisë së zjarreve apo të kapaciteteve të angazhuara në nivel kombëtar, mund të them se përgjegjësia dhe investimi i qeverisë shqiptare për vitin 2024, ashtu si dhe për vitet e tjera gjatë periudhës së verës, është i jashtëzakonshëm. Qoftë në burime njerëzore, qoftë edhe në kapacitetet e tjera financiare. Kjo e bën sa të rëndësishme, aq dhe të domosdoshme angazhimin dhe organizimin dhe bashkërendimin e të gjitha strukturave dhe në mënyrë të veçantë një nga strukturave më të rëndësishme
të sistemit të mbrojtjes civile që janë mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi. Jam shumë i ndërgjegjshëm dhe shumë koshient për sakrificën tuaj, saq që të gjithë kemi qenë pjesë e përfshirjes në menaxhimin e këtyre fatkeqësive dhe në mënyrë të veçantë të zjarreve, ku pa diskutim një rol të jashtëzakonshëm luan paralajmërimi i hershëm, që është një element i parashikuar në ligjin për mbrojtjen civile, por që los një rol të jashtëzakonshëm dhe determinant sepse koha është mbi gjithçka në menaxhimin e këtyre fatkeqësive. Jemi dëshmitar të sakrificës tuaj, saqë jemi dhe të vëmendshëm dhe të kushtëzuar për t'ju rritur që të gjitha kapacitetet dhe mundësitë tuaja teknike dhe profesionale, sikurse në trajnimin, në edukimin apo në përfshirjen e të gjitha projekteve dhe programeve, të cilat rrisin aftësinë reaguese, por edhe aftësinë e kapaciteteve. Por e domosdoshme është që këto përvoja t'i përdorim në kohën dhe në vendin e duhur, duke shfrytëzuar që të gjitha mundësitë, por që duke kombinuar dhe koordinuar me pushtetin vendor dhe pushtetin lokal. Dhe për vitin 2025, qeveria shqiptare, ndryshe si nga vitet e tjera, në programin e emergjencave civile ku planifikohet investime apo planifikime investimesh për rritjen e kapaciteteve të pushtetit vendor, në vendimin e Këshillit të Ministrave 129 të vit 28 shkurtit të 2025-s, është miratuar projekti për një sër projekte shfituese me mjete të akorduara drejt për drejt i bashkive për të rritur kapacitetet pikërisht për mjete zjarr fikse dhe për vite të tjera. Lutemi që drejtuesit e strukturave operacionale të zjarr fikseve në mënyrë të veçantë të ushtrojnë presionin e duhur ndaj gjithë autoriteteve të pushtetit vendor për të realizuar sa më shpejt procedurat e blerjes dhe të finalizimit të pajisjeve që duhet vijen në dispozicionin tuaj. Ka një sër elementësh që unë nuk do të desha që t'i përsëris, sikurse edhe drejtori i përmendi, janë domosdoshmëri absolute, sepse tashmë ka ndryshuar trendi, pothuajse që të gjithë stacionet dhe drejtoritë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi janë të përgatitura për të përballuar zjarret urbane, por një fenomeni i zjarreve masive në pyje, kullota dhe në pemtari është një fenomen i cili kërkon tjetër përgatitje, kërkon të tjera mjete, prandaj dhe ne kemi marrë në konsiderat pajisjen tuaj me mjete 4x4 apo me mjete të tjera të cilat ju mundësojnë jo vetëm arritjen në kohë në vendngjarje, por edhe operimin sa më shpejt. Do të ritheksoja më saktë atë që tha drejtori juaj, domosdoshmërinë e bashkëpunimit me policinë e shtetit. Pothuajse që të gjithë zjarret në 99% të rasteve janë të qëllimshme. Janë nga dora e njeriut dhe që bëjnë të domosdoshme vënien përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë autorëve zjarrvënës dhe ndëshkimin e tyre konform legjislacionit përkatës. Edhe njëherë duke ju falenderuar për të gjithë kontributin që ju bëni, shpreh gatishmërinë time personale dhe institucionale të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në mbështetjen tuaj për menaxhimin e situatës së zjarreve të vitit 2025, e cila do të na dojë të gjithë në këmbë, duke pasur parasysh edhe rritjen e jashtëzakonshme të prezencës turizmit në Shqipëri. Faleminderit.